A ka vlerë dëgjimi i Kuranit? Leximi e kuptuam, po dëgjimi në vesh edhe e dëgju Kur'an. A ka vlerë kjo? Ka vlerë, madje ka dhe fakte dhe dëshmi kuranor për ta. Allah i madhruar ka thënë Kur'an: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet Kur'an para jush, qoftë dikush është duke lexuar edhe apo e ke lëshuar dhe një CD, dhe një kaset. Thot Allah: "Fastami'u lahu." Ndëgjoj me vëmendje. Mos kalo sikur se me kaluar diçka që s'ka pesh. Është duke lexuar Kur'an, thot këshire, ndëgjoj me vëmendje, u ansitu dhe është. Let pushtohet në atë moment bota e eshtjes. Përse? Se çfarë dobi ka? Çfarë benefitet e jep nëse ndëgjon, edhe nëse nuk lexon, po e ndëgjon, në fund e ka volosur, ka thënë la'allakum turhamun, në mënyrë që të mëshironi. E Imam Qurtubiu, që është një ndër komentatorët më të njohur, ka thënë vetëm dëgjimi i Kuranit shkakton që robi ta kaplojë Allahu me rahmetin e vet. Vetëm dëgjimi. Çka të themi për ata që lexon? Çka themi që analizon? Çka themi ai që krenohet me Kuranin? Që e ka identitet për ditë që me ka. Këto vetëm thotë shtoj ato benefitet dhe begatit dhe mirësitë e Allahut. Kaplon rahmeti e Allahut vetëm dëgjimi i Kuranit. Besoj do të mjafton dhe kjo fakt dhe argument që nëse nuk dhe të paktën lexojnë. Jo rastisht ne i themi disa njerëzve, kur na her pas na thonë xho, ka mundësi na lexosh Kur'an për të vdekurin, u i thanë të paktën, eja ndëgjo. Eja bëra ndëgjo vesh ka për të dëshmuar ditën e Kiametit. Se normal nuk do të lexosh Kur'an. Kur do të pyetet Allahu, thonë nuk kam ditë të lexoj Kur'an. Ke mund të ndëgjosh. Të paktën le dëshmoje veshje tjetër protein në ditën e Kiametit. Në ditën e Kiametit do të flasin edhe organet, gjymtyrët. Veshja do të thonë kim ka dëgju. Lëkura. Madje kur ka edhe për lëkurën, do të thotë trupi, thotë përse fole për mua? Trupi ka thënë lëkurës, përse ti në emër tem u bëni si advokat, si zavëndës, se sot kemi se dhe njërë figurë me madhështore, ka një dhe zavëndës. Thotë Allahu, sikur se ty të ka dhënë gojë për fol, edhe lëkura ka për fole. Çdo gjymtyr ka me fol dhe ka me dëshmu ditën e Kiametit, pro veprave të mira, apo për punët dhe vezët e këqija nëse i kena vepruar eventualisht në këtë dunjë.